Jo vetëm fruti, por edhe lëvoret e shalqinit trajtojnë këto tre sëmundje, jasit i përdorni. Shalqini është shumë i pasur me vitaminën C, vitaminën A, të cilat po ndikojnë pozitivisht në shëndetin tonë. Gjithashtu ai përmban sasi të mëdha të kaliumit dhe të fibrave, nga të cilat mund të fitoni aftësinë për të përmirësuar funksionet e zemrës, të rregulloni kështu presionin e gjakut, citon The Healthy Lifestyle. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por ju me siguri nuk keni qenë të vetëdijshëm se lëvoret e shalqinit janë shumë të dobishme për shëndetin tuaj, edhe ju po i hidhni gjatë gjithë kohës. Ato ofrojnë përfitime të shumta shëndetësore dhe vlera të larta të shëndetit. Ndaj përdorimi i tyre me kujdes në përditshmërinë e dietave tuaja mund të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe më pak komplikacione të tij. Ekspertët shtojnë se shalqini është një nga frutat më të mirë të organizmit dhe ndikimi i tij pozitiv në shëndet do të jetë gjithashtu i gjithanshëm, duke sjellë rezultate mjaft të mira në mbrojtjen e shëndetit. Kryesisht njerëzit janë vetëm duke ngrënë tulin e shalqinit ose edhe zemrën e tij të kuqe dhe pastaj hedhin lëvoren. Por jo, tani që po hidhni burimet kryesore të aminoacideve dhe të vitaminave, duhet të mendojeni sërish a duhet t'i hidhni ose t'i konsumoni lëvoret të shalqinit. Brenda lëvores së bardhë të shalqinit do të gjeni shumë vitamina, këtu përfshirë vitaminën C, vitaminën B, të cilat janë shumë të dobishme për shëndetin tonë edhe për të mbajtur larg komplikacionet e tij. Ato përmbajnë gjithashtu edhe elementë të mirë të cilët e furnizojnë trupin me të mirat shtesë edhe mineralet. Përveç vitaminave, shalqini përmban edhe aminoacide përfshirë citrulinën, e cila është e nevojshme për zemrën dhe funksionet e enëve të gjakut ashtu si duhet. Gjithashtu lëvorja e shalqinit do të përmbajë shumë minerale, të tilla si magnezi, kaliumi, zinku dhe vitamina B6, ndërsa nga ana tjetër, shalqini përmban gjithashtu edhe liopen, një antioksidant i fortë që mbron trupin nga shumë komplikacionet dhe çështje të tjera shëndetësore. Prandaj shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore mund të jetë lënda më e mirë ushqyese për organizmin dhe mbajtje larg të komplikacioneve të tij. Ekspertët tregojnë se konsumi i lëvores së shalqinit mund të rrisë kështu epshin tuaj. Me konsumin e shalqinit do të keni mundësi të rrisni epshin tuaj, sepse ato janë shumë të pasura me citrulinë, të cilat natyrisht mund të përmirësojnë edhe gjendjen tuaj shëndetësore. Gjithashtu ju duhet të dini se mund të shtohet edhe në shtesa dietike në mënyrë që të forconi epshin. Shalqini do të rrisë gjithashtu stërvitjen tuaj dhe konsumi i tij në moderim çdo ditë mund të jetë përkthyer në një mbrojtje më të mirë të organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Shtimi i shalqinit pas stërvitjes suaj mund të jetë një përzgjedhje mjaft e mirë ushqyese me dobitë e tij për shëndetin dhe mbajtjen larg të inflamacioneve. Pas një stërvitje ose një periudhe të gjatë të ushtrimeve, muskujt tuaj kanë nevojë për aminoacide, shumë e rëndësishme kjo edhe për të përmendur rritjen e shëndetit tuaj. Ato janë një ushqim shumë i shëndetshëm për organizmin dhe si të tilla duhet të shtohen me do e mos në dietat tuaja ditore. Shtimi i shalqinit në dietën tuaj mund të përmirësojë edhe presionin e gjakut. Njerëzit të cilët merren edhe me një kontroll më të mirë të presionit të gjakut mund të kenë përfitime të duhura të konsumit të shalqinit në dietën e tyre, pasi ato do të eliminojnë ujin e tepërt nga trupi dhe do të sjellin një rritje më të mirë të vlerave në shëndet. Ekspertët e cilësojnë shalqinin si një nga përzgjedhjet më të mira për të nisur edhe dietën tuaj. Si i tillë shalqini mund të kthehet në një element të mirë ushqyes me ndikim pozitiv në mbrojtjen e organizmit. Shalqini është një frut shumë i mirë që mund të përmirësojë edhe sistemin tuaj urinar. Funksionet normale të veshkave mbrohen gjithashtu edhe nga lëvorja e shalqinit, pasi ato janë në gjendje më të mirë edhe të rrisin sasinë e urinës për të qëndruar të shëndetshëm për më gjatë.
Ato mund të përmirësojnë gjendjen tuaj shëndetësore, ndaj edhe ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e shalqinit të freskët në dietat tuaja ditore. Kështu, elementët e tyre ushqyes do të jenë më të plotë. Shalqini është një nga frutat me elementet të shëndetshëm për organizmin. Ai është jashtëzakonisht i pasur edhe me vitamina, minerale dhe gjithashtu edhe me shumë fibër. Përfitimet që njeriu do të marrë nga konsumi i shalqinit janë në vërtet të larmishme. Ndaj shtimi i tij në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të organizmit edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Por cilat janë përfitimet që do të merrni nga konsumi i shalqinit në përditshmërinë e dietave tuaja? Në këtë video, sipas Healthyside, do të rendisim përfitimet kryesore që shalqini do të ofrojë nëse shtohet në vazhdimsi të dietës suaj. Shëndeti i zemrës do të përmirësohet të ndjeshëm me shtimin e shalqinit në mënyrë të përgjithshme në organizmin tuaj. Shalqini është shumë i pasur me aminoacide të cilat do ta ulin kështu edhe tensionin e gjakut. Shëndeti i zemrës do të përmirësohet edhe nga antioksidantët të cilët ulin riskun e atakut në zemër. Ekspertët thonë se shalqini është i mirë edhe për gjymtyrët. Shalqini përmban pigmente natyrale të cilat luftojnë inflamacionin në gjymtyr. Disa studime të cilave u referohemi sipas Healthyside thonë se falë konsumit të shalqinit në përditshmërinë e dietës suaj, njerëzit janë më pak të prekur nga reumatizma dhe artriti. Shalqini është i pasur gjithashtu edhe me nivele shumë të lartë të antioksidantëve. Ngjyra e kuqe e shalqinit i atribuohet kështu edhe likopenit, një antioksidant që ulë riskun e radikaleve të lira ose diabetit. Shalqini përmban shumë likopen, më shumë se domatet dhe perimet e tjera. Shalqini do të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj të lëkurës. Ngrënia e shalqinit vazhdimisht në dietën tuaj do ju sigurojë një mbrojtje më të mirë të lëkurës në përgjithësi. Antioksidantët që gjenden te shalqini do të ofrojnë një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe si të tillë mund të konsumohen sipas nevojës tuaj ditore çdo ditë. Konsumi i shalqinit në vaktet tuaja ditore mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj të syve. Një racion me shalqin do të plotësojë të paktën 30% të nevojës tuaj ditore për vitaminën A, vitaminë e cila është thelbësore për shëndetin e mirë të syve. Konsumi i shalqinit në vaktet tuaja ditore mund të nxjisë një hidratim më të mirë të trupit dhe të mbajë larg gjithashtu komplikacionet e tij. Sipas të dhënave të Healthline, 92% e përmbajtjes së shalqinit është uji, ndaj ky frut është ideal për organizmin. Mungesa e lëngjeve dhe ujit në organizëm e dhrobit të ndjeshëm atë. Ndaj, konsumi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të jetë gjëja më e mirë pas një dite të gjatë dhe të lodhshme dhe nevojës më të madhe për të pirë ujë ndjeshëm. Zbutja e lëkurës tuaj do të jetë gjithashtu një përfitim më i mirë për shëndetin tuaj. Shalqini përmban vitaminën A, vitaminën B6 dhe vitaminën C, të cilat do të ndikojnë pozitivisht në mbajtjen e një lëkure të shëndetshme dhe një hidratim më të mirë të saj. Shalqini mund të shfrytëzohet edhe për maska për lëkurën, duke e përzier lëngun e tij edhe me kohë rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët shtojnë se shalqini do të rrisë gjithashtu edhe një energji më të madhe. Uji, antioksidantët dhe aminoacidet e shalqini e bëjnë atë ideal për njerëzit të cilët kryejnë gjithashtu edhe aktivitete fizike intensive. Shalqini përmban edhe kalium, një prej mineraleve që ushqen muskujt dhe garanton më shumë energji për trupin tuaj. Shalqini është i mirë për tretjen. Njerëzit të cilët vuajnë nga koliti nuk duhet t'i thonë jo shalqinit, sepse është një frut shumë i mirë edhe për të përmirësuar tretjen tuaj dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e tij. Shtimi i vazhdueshëm i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe një lehtësim më të madh të komplikacioneve të tij.
Ndaj, mos nguroni që shalqinin ta keni pjesë të veçantë të dietave tuaja ushqyese. Kështu rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.